Hello, nuk jemi në gjendjen më të mirë fizikisht, por jemi në gjendje më të mirë shpirtërore, sepse u kthye tek ne përsëri. Është prapë Joni, edhe nuk ju kam folur, por do t'ju flas në këtë vlog sepse realisht kam nevojë që të flas. Dhe besoj se edhe ju doni që të më dëgjoni. Edhe sa po e hodha pak një story në Instagram që kam një line dhe të gjitha gocat që po më shkruaj tani që rea po të erdhi YouTube-i dhe jo vetëm që YouTube-i u shfaq, domethënë kanali u shfaq në YouTube, por kemi marrë dhe akses në YouTube edhe në Google edhe jam shumë e lumtur sepse kanë qenë ditë shumë sfiduese, shumë të vështira, por dua të falenderoj shumë edhe Adisën që më ndihmoi sepse i shkruajta direkt kur ndodhi situata e YouTube-it dhe më këshilloi që të shkruaja tek platforma X në Twitter, që sot quhet X, edhe fal saj dhe informacionet që më dha, nuk humba kohë, edhe kontaktova sa më shpejt me supportin e YouTube-it. Edhe faleminderit Adisan nëse po e shikon këtë video. Edhe faleminderit të gjithëve ju që më keni shkruar. Por nejse, do flas më shumë nesër për këtë gjë. Thjesht doja që të ndaja realisht këtë ndjenjë të çastit që sapo ndodhi. Alvi do ta themi historinë pak më vonë, por je i lumtur që erdhi Alvio tani pritet. Po këndonte këtë këngën. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Thash ç'është ky budalla, thash unë po punoja këtu në kompjuter. Edhe erdhi, po gëzonte kështu te ç'a ke ore, ç'a bën ashtu i thash. Edhe më tregoi pastaj telefonin që kishte YouTube-in. Natën. Hey, mirë mëngjes. Hello, kush po del këtu dhe po flet tek kanali saj, jam unë. Po bën shumë ditë që nuk marr telefonin edhe të flas para telefonit, edhe në fakt më ka munguar kjo gjë sepse juroj në fillim gëzuar vitin e ri. Edhe qoftë një vit sa më i mirë. Për mua viti i ri nisi goxha keq, por pastaj u rregullua sepse po ju shpjegoj çdo gjë nga e para sepse ndoshta nuk po e kuptoni, por në datën 30 ishte ora 5 e mëngjesit, më merr Alvio në telefon dhe më thot: "Rea, na morën YouTube-in." Alvio po punonte për një aplikim që po bën për punën që ai ka, edhe prandaj po qëndronte natën vonë, edhe kishte kapur dhe ora 5 e mëngjesit, edhe më thotë: "Rea, YouTube-i nuk e kemi më, na e kanë marrë." Ai po mundoi 10 minuta që ta merrte me pyetjen e sigurisë, me këto gjërat e tjera, por ishte pamundur, çdo gjë ishte zhdukur, ishte marrë, nuk kishim më asnjë akses dhe zgjohem kështu e tronditur, më thotë në fillim je mirë, qetësou. Thash mirë, jam se në qumë isha mirë, tha merë pak veten. Edhe thash ç'a po ndodh? Më tha: "Rea, nuk kemi më YouTube-in." O zot, sa keq u bëra, me vrap u mundova që të shpëtoja Instagramin dhe Facebookun, edhe pse në fakt kaluan diku te 20 minuta dhe nëse ai që na e mori na donte të keqen, edhe ishte nisur për të më bërë keq mua si Rea, tani nuk e di, po kështu mendoj unë. Do ma kishte marrë Instagramin dhe Facebookun direkt, sepse i kisha me njëjtin email, edhe siguruam, ndryshuam emailin e Instagramit dhe të Facebookut, hapi një email të ri, e hapi Alvio, edhe do me thënë stresi që unë përjetoja, dridhesha, qaja, u mërzita shumë, derisa Instagramin e kemi të sigurt dhe e kemi të ruajtur, nuk na merrin dot, të paktën nuk po të më merrin Instagramin do ishte, nuk e se do them me e dhimbshme, por të paktën nëse do ma merrin dhe Instagramin, nuk do kisha akses për të komunikuar dhe thjesht do isha e humbur gjithë ato vite punë, edhe nëse do më ikte dhe Instagrami, nuk do mund të arrija të komunikoja me vajzat që më shkruanin gjatë kohës, më jepnin forcë, edhe do ishte më e vështirë. Të paktën rregulluam këtë pjesë. Edhe
Alvio kishte shumë orë pa gjumë, si që thash edhe më thash që duhet që të fle, që në ora 11 kur të zjohem të mundohem që të rikthej YouTube-in. Okej, thash fli gjumë, edhe mërzita në fakt edhe tregova shumë egoiste, por në fakt duhet që ta kuptoja dhe qëndrova dhe pak dhe po mundohesha që ta siguroja edhe më shumë Instagramin, edhe më shumë Facebookun, edhe nisa më zuri dhe mua gjumi ashtu duke më kështë zënë gjumi. E mërzitur duke qarë. Edhe zjohem në datën, dhe më thënë zjohem, po në atë datën 30, edhe më vjen një njoftim në Facebook, që në fakt ishte një njoftim kod për sigurinë e Facebookut, nuk e se po mundoj njëri për të më marrë, por nervat e mija, stresi, marrë Alvio në telefon, nuk më ha, marrë motrën e Alvios, i them, të lutem, thoj Alvio, zjohe në gjumin, se Alvio aq kishte, një orë gjysë kishte që po flinte. Të kështë vajtë ora akoma 10, 9:30. Zjohe Alvio, qa më ka ardhur këtu, po më marrin dhe Facebook edhe më marrin Instagramin, edhe do më thënë kam qënë aq keq. Edhe isha dhe në shtëpi dhe ata u bën me rak, jo godisja murin, nësi u ha mami, orea qa ka, më janë marrë YouTube-in. Nise, nuk dua ta kujtoj se realisht më dridhen duart kur mundohem që ta kujtoj dhe thjesht e them kështu duke qeshur tani, sepse e di që e kam marrë edhe jam e lumtur për këtë gjë, po të më shikonit në ato ditë ishin për të filmuar. Edhe i them Alvios, do më marrin, edhe nise, Alvio niset, se ne qëndrojmë pak më tutje Policianit, është një lagje e Policianit, që është diku 5 minuta me makinë, niset me makinë, Alvio vjen aty. Edhe nisin streset, si do marrim YouTube-in, nuk kishte asnjë mundësie, kishin siguruar dhe madje me USB, unë nuk marr shumë vesh me thënë të drejtën, çdo gjë. Dhe problemi ishte që unë kisha vendosur një numër telefoni, që unë e kisha para 10 vitesh, dhe ai numër telefoni as nuk ishte hapur me emrin tim, dhe unë nuk kisha as një akses të ati numëri telefoni që mbaronte me 58, 53, 63, nuk e di, nuk ishte numëri, dhe më thënë nuk kisha as një akses në atë numër, dhe nuk e kisha as numërin fizikisht që ta shiko, dhe më thënë thjesht numërin, as nuk e mbaja mend dhe as një person nuk ma kishte regjistruar dhe ta kishte atë numër, edhe pse në fakt nuk e seluante shumë pesh kjo gjë. Dhe thoshte gjatë kohës që dërgo mesazh te ky numër që do të vi YouTube. Po unë se kam atë numër. Prandaj goca mundohuni që ta siguroni dhe do thoni aha, reja pas ke patur vet fajin. Po kisha vet faj, sepse duhet që të paktën këtë gjë ta siguroja. Po ku e prisja unë që një person që më doli me lokacion në Gjirokastër, sepse nuk ja thash, por thjesht Alvio si erdhi ky njoftim që dikush në Gjirokastër ka hyrë në email dhe Alvio direkt do ndryshonte kodin edhe ai e kishte marrë, nuk kishte më akses. Edhe aty nisi stresi, shkruajta Adisës, shkruajta që nga ora 9, i thash Adisa, përshëndetje, kam parë që dhe ty të kanë ndodhur e njëjta gjë, por nuk e kisha parë që Adisa kishte postuar një video në YouTube, thjesht më kujtuan Adisa story, edhe a më tha si në fakt, se nuk kisha qenë shumë e vëmendshme kur i ndodhi. Edhe asaj kishte ndodhur e njëjta situatë si imja, dhe pastaj pash dhe video në YouTube, por më ndihmoi dhe më tha që shkruaj direkt në X. X-i është Twitter, dhe unë as nuk e kisha idenë kush ishte X-i. Edhe po pyesja Alvio më tha kështu Adisa. Edhe në fakt ishte Twitteri dhe shkruajtëm aty dhe dua që të falenderoj publikisht Adisën, sepse më ndihmoi shumë atë informacion, sepse YouTube-i nuk asnjë IT dhe asnjë njeri nuk më ndihmoi që ta riktheja, më ndihmoi vetë suporti i YouTube-it që unë kontaktova tek platforma X. Dhe nuk kontaktohet as me email, as me asnjë gjë të ngjashme që të jetë sa më neutrale si gjë, të jetë që hakeri mos të ketë asnjë akses, dhe hapa një profil të ri në X, i shkruajta, nuk më kthyen përgjigje, i shkruajta në Alvio dhe aty më kthyen përgjigje, dhe e dini kush është më e çuditshmja që Alvio Rulaj i shkruajti, edhe ata thanë që do të shkruajnë tek emaili që unë i kisha shkruajtur në Rea Ahmetbea, që hapëm një email të ngjashëm. Dhe më thënë e dinin shumë mirë situatën, por kjo u desh
një ditë që ata të na shkruanin dhe që ne të kishim një email zyrtar që do shkruanim në një email të ri. Edhe do të falenderoj Adisa, shumë faleminderit Adisa, më ke ndihmuar shumë, edhe të gjitha gocat. Më erdhi pastaj, vajte ora 4, më erdhi një njoftim nga një gocë. Unë isha duke bërë muhabet me të shtëpisë, jo po mundoheshim të rikthenim YouTube-i, jo në stres, jo në kështu. Ishte dhe Albi. Edhe më shkruan një gocë, Rea më thënë, më duket se të kanë marrë YouTube-in se po na vjen një kërkesë për live në këto Bitcoin që si marrë fare veç në unë. Edhe kjo gjë i ka ndodhur në ngjashme të Adisës. Edhe thash, po, është në live. Po në fillim sa dëgjoj që është në live, them, qa kanë hyrë në live? Se tash nuk e kisha parë, domethënë ecurinë e asaj që i kishte ndodhur Adisës. Edhe thash, qa kanë hyrë në live? Kanë bërë do një live, do një që, po zoti madh, më të keqen mendova. Kanë nxjerrë në një skenë edhe mendoj njerëzit se janë unë. Domethënë, të merrin. Edhe kur pash ishte kjo gjë, okej, u qetësova pak se thash, që kanë gjetur tek emaili dhe pse unë nuk kam ndonjë gjë në telefon për të fshehur, por prap, nëse hinin ndonjë skenë dhe njerëzit mendonin se isha unë dhe thoshin një influencer, ja shkallon. Gjitha ato strese. Realisht kur një person i huaj hyn tek llogaria jote, tek gjëja jote personale, cënohesh edhe pastaj vim pa fund goca. Rea, të kanë marrë, Rea, je live. Ky kishte bërë kërkesë, edhe kur shikoj unë live këtë. 50.000 veta po ndiqnin live me emrin tim. Unë mendoj se nuk janë real, është për të bërë më të besueshëm kanalin, edhe aty kuptova që unë po përballesha me një hacker, i cili mendoj unë nuk është shqiptar dhe nuk mendoj unë se u bë që t'i bëjmë të godasim Rean, ndoshta nuk më ka njohur fare, ndoshta unë kam hyrë në ndonjë wifi publik, ndoshta nuk e di, ndoshta kur shoh në një nga këto serialet turke më dalin aty reklama VPN, jo kështu, unë s'kam shkarkuar asnjëherë VPN dhe asnjë gjë të tillë, madje mos shkarkoni sepse nuk është gjë e mirë. Edhe kur kontaktova me supportin e YouTube-it më thanë gjatë kohës që mos shkarkon VPN, dhe prandaj po ja dhe juve këtë këshill. Edhe nuk e kuptoj se si është marrë kur vajta tek shtëpia në televizor, skanova YouTube-in tim aty. Po pas 2-3 ditësh ndodhi kjo gjë dhe as nuk e kuptoj se si më ka marrë. Edhe thë bëra lëmshëm për të treguar gjëra nuk janë shumë e zonja, por besoj se po e kuftoni gjithë stresin. Edhe qëndroj live diku të 30 minuta, shkoja që po ndodh. U rrit në me shikueshmërive vajti diku të 60k, edhe direkt gjëja e parë bëra screenshot, bëra video, do më thënë live-it që po bëhej, që unë t'i kisha si prova, dhe është një provë shumë e fortë që unë t'i them YouTube-it, që unë isha në kontakt që i kisha shkruar email në X, por nuk e se më këshin kthyer përgjigje, dhe direkt i shkruaj dhe i them dikush është live në YouTube-in tim, nuk jam unë, nuk e autorizoj, dhe çdo gjë i çoj me screenshot dhe YouTube-i im shtuket. 20 minuta, diku të 20 minuta zjati live, ndoshta e keni ndjekur dhe ju. Dhe YouTube-i im zhduket aty. Edhe aty bëhem keq, sepse aty më dhe më vërtet shpirti. Okej, ma morën, por ishte ajo gjithmonë frika e që do më fshin videot, por aty kur zhduket, sepse nuk e dija kush e kishte zhdukur, aty kur zhduket YouTube-i, dhe unë nuk kam asnjë video të vetes time. Unë kam hapur YouTube-in në 2017 dhe sa po bëra 9 vjet, dhe kisha bëja 9 vjetorin në datën 7 janar, edhe për një javë bëja 9 vjet. Dhe më thënë është një histori shumë e gjatë, që unë bëj këtu në YouTube, janë kujtimet e mia dhe më dhëm shpirti që nuk do kisha më akses që të shikoja veten time të vogël, por të shikoja edhe videot e mia me Ruçin, me maçokun tim që unë nuk e kam më. Edhe aty bëhem shumë keq, edhe nis edhe qaj, edhe më duket sikur më marrin kujtimet e mia, më marrin, nuk e di, bëhem shumë keq, edhe aty kuptoj që ajo që kishte më shumë rëndësi ishte që
në fund të ditës janë kujtime që unë shikoj shumë videot e mia të YouTube-it edhe dua që të ngelen aty që unë të shikoj se sa shumë unë jam rritur dhe se si unë ja kam nisur kësaj gjëje, jo punës, po si unë kam qenë vetë, si ja kam nisur unë jetës time. Edhe sidomos videot me Harun që Ruzi qëndroj shumë gjatë me ne 6 vjetë e gjys. Edhe ishin në çdo video para gushtit Ruzi del aty te videot. Edhe kështu, mërzita shumë, se tani kur e kujtoj bëhem shumë keq, por më ka marrë shumë madhi për Arusa, nuk e keni ide qaj çdo ditë. Mendoj se do bëj më mirë, po nejse se nuk kam dashur asnjëherë të tregoj dhimbjen time këtu, sidomos pas asaj që ndodhi me Harun, unë fillova që edhe ndoshta merja dhe komente që reja ke ndryshuar, po dhe vendosa që pas asaj që ndodhi me Harun, thash unë nuk do të tregoj më dhimbjen time në YouTube. Se dhimbjen time dua që ta mbaj sa më shumë intime, sa më shumë personale, është dhimbja ime dhe në fund të ditës asnjë njeri nuk do ma kuptoj mua dhimbjen, qoftë edhe për macën time. Që unë e konsideroj shumë të shtrenjtë. Të paktën kujtimet dhe videot që unë kisha, kjo më dëmbi më shumë kur u zhduk. Edhe u bëra keq, dhe atë na do festonim dhe vitin e ri. Data 30, mami erë se nisëm më përgatitjen, kishim dhe avion për darkë, unë asë gjë nuk kam bërë vetëm rria, bëra një supë, gatova një supë, atë bëra më duket një salat, ndezim zjarë, nëse shqyqyr zotit që isha aty në shtëpi me familjen që më qëndronin afër, dhe më të nëhumbisi akoma, bënim një muhabet, bënim një batut, Andi, Alvio, Ersi, ndoshta i kam stresuar, edhe sigur që i kam stresuar, se edhe mami filloi që të mërzitej shumë, babi, bënim pyetje që ishin, në mëzën, asë unë nuk i kuptoja që t'i ktheja përgjigje, po kush e ka marrë, po jo kështu, që bësira që na e kanë marrë, kështu, por ju thashë, u mendoj që kanë qënë thjesht hakera në përbot, nuk është se ka qënë dikush ka dash të më bëj keq. Edhe pastaj kisha në mbështetje, filluan gocat më merrnin në telefon dhe realisht më kanë marrë numra që nuk e dija se kush ishin, me thënë të drejtën, dhe thjesht ktheja përgjigje sepse nuk e kisha regjistruar. Edhe më thoshin dhe emrin, por nuk e di, ndoshta kanë qenë ndjekësit e mia, por kisha naq në stres, por prap dua që të gjej këtu momentin që t'i falenderoj. Më mori Halla në telefon, isha aq e mërzitur sa thash Halla nuk mund të ta hap, pastaj Halla mori babin që uroj për vitin e ri, po Halla është ndjekëse e rregull e kanalit dhe falenderoj shumë. Domethënë më morën shumë njerëz në telefon dhe u interesuan. Edhe tani ja di vlerën, se në atë moment isha shumë keq, sa nuk doja që të flisja dhe gati për 2 ditë nuk hapa fare as Instagrami, nuk ktheva asnjë mesazh, dhe mbire jo për 3, 4, 5 ditë nuk e kam hapur fare, asnjë gjë, nuk doja më që ta shifja telefonin. Edhe pas 2 ditësh, pas një ditë e gjys, 2 ditësh, neve na vjen një njoftim, sepse ishte edhe koha e pushimeve, dhe na vjen një njoftim tek X-i dhe na thonë që do kontaktojmë në këtë email. Edhe ne nisim që të kontaktojmë me X-in nëpërmjet emailit, edhe përgjigjet vononin një ditë. Por me thënë të drejtën, duke parë dhe raste të ngjashme në përbot që tregojnë, YouTube na u kthye shumë shpejt, na u kthye gati në datën 6, një ditë para 9 vjetorit. Edhe ju kam për të video aty. Zot. Edhe na tha YouTube-i, na kontaktoi që reja e kemi mbyllur ne YouTube-in për të pasur YouTube-in sa më të pastër, e kishim parë direkt kërkesat dhe sa të shpejt janë dhe zot, falenderoj shumë Adisën që direkt pa humbur kohë shkruajta tek X-i, edhe ndodhi kjo gjëja dhe faleminderit shumë, shumë mesazhe më kanë ardhur, shumë mbështetje dhe të gjitha gotat që më shkruan ja fet Adisën. Edhe mundoheshin, më kanë dërguar kontakte, IT, nuk kam kontaktuar asnjë prej kontakteve që dhe asnjë IT që ndoshta është edhe me famë.
sepse më tha disa që këtë gjë do ta zgjidhi vetëm suporti i YouTube-it. Edhe falenderoj se unë para se të kontaktoj me Adisa i thash Alvit që do ikim në Tiranë dhe do gjejmë ajtin më të mirë në këtë YouTube-in. Edhe janë parat të kursyera, është stres i kursyer, plus ndoshta nuk ishin, domethënë nëse unë do kontaktoj një IT, ndoshta nuk ishte fare specializuar për këtë gjë. Edhe prandaj më ka bërë shumë tërë. Edhe kështu. Por stresi ishte gjatë gjithë kohës, thoja, po më marrin Instagramin, po më marrin kështu, i siguruam, i bëm. Tani asnjëherë nuk e dihet se çdo gjë mund të të marrin, mund të të vinë në shtëpi të të marrin çdo gjë personale që ti ke, çdo gjë, çdo kujtim, apo mund të larg qoftë të digjet shtëpia, apo puna, edhe kjo gjë që ndodhi tek 5 maj, domethënë çdo gjë që ti ke investuar me jetën tënde, me shpirtin tënd, mund thjesht të zhduket. Edhe asgjë nuk është e sigurt. Reflektova shumë, edhe dëshiroj jetën në maksimum, edhe do bëja të gjërat që kam vërtet të bëj qef, edhe kështu ta marr jetën sa më avash. Edhe dua t'ju them që faleminderit, kuptova që në fund të ditës YouTube-i më dhimbte shpirti, jo për fare për ndjekësit, që janë 45.000, as numri nuk jam bajë saktë, 44.000 ca, 45.000. Edhe në fakt numri se duhet t'ju shkruaj X-it sa kisha. Edhe shoqërizotit kisha mbajtur disa informacione, edhe më thot mua në datën 6 kur na u kthye, se pas një ore na u kthye, më thot mua që ndoshta YouTube-i nuk do të kthehet kurrë, dhe prandaj ju sugjerojmë që ta keni parasysh që mund të hapni një kanal të ri. Dhe unë i them që jo, nuk hapim kanal të ri, unë jam konfirmoj me çdo gjë, me ID-e, me llogari bankare që kam futur aty për kalimin e parave që bëjnë nga YouTube-i, e çdo gjë tjetër që unë jam reja me të bëja dhe YouTube-i shihni. Edhe pas këtij mesazhi na u rikthye YouTube-i dhe Alvi që thoshte, u deshë t'ja bëje të qartë. Paralisht, nuk besoj se YouTube-i do të dëgjojë ndonjëherë këtë, po falenderoj shumë edhe YouTube-it që më ndihmoi. Falenderoj Zotin, të gjithëve. Edhe më vjen Alvi këtu edhe këndon atë këngë We Wish You a Merry Christmas. Edhe unë jam këtu shtrejtë, më amo ç'a bën si blla. Ishte ora 11, domethënë kam filmuar atë. Kur kam filmuar? Që isha shtrirë, unë po punoja në kompjuter për disa gjëra shumë buka të mira. Ç'a bën si blla, i thash. Kristat vinte këtu. E dhe thash, kështë edhe me telefon. Thash, qa bën ore, i thash. E dhe them, e marëm. Edhe nuk e besoja. O, zot, stres i papar. Stres i papar. Do thoni ju, a më morën ndonjë lek? Jo, nuk më morën ndonjë lek. Ndoshta nuk kisha bërë shumë lek në dhjetor, se unë një video hodha në dhjetor, që nuk më mori ato të nëntorit që bëra video dhe punova gjithë kohës, të më thënë, u hodhëm goxha video, por nejse, por mendoj se më duket se YouTube-i ka këtë politikën që lekët gjithmonë hidhen në datën 21 dhe nëse ti bën kërkesë, më duket se nuk ti sjell më përpara. Edhe nuk ishte data 21 në këtë rast, edhe shumë zjata, po jam e sigurt që edhe ju keni interes, sepse edhe ju jeni pjesë e YouTube-it. Edhe këtë doja të thoja që nuk më të mbën fare as ndjekësit që unë kisha, dhe më thënë numri, dhe as lekët që kisha, më dëmbjen kujtimet, më dëmbi jeta ime, sepse më dhanë shumë forcë gjitha mesazhet që më erdhën dhe më thanë që Rea, nuk është YouTube-i, je ti ajo që e bën YouTube-in, dhe ti mund të hapësh një YouTube të ri, dhe kur ti ja dole, kur ishe në Poliçan dhe ishe thjesht, sa vjeç i pjetë, kem që 17 vjeç, po, 17 vjeç, kur ja dole në atë moshë, e nise me një telefon të thjesht, nuk do t'ja dalësh sot që ke investuar gjithë këto kohë, je më aftë, ke më shumë pajisje, e do më shumë këtë punë, edhe ditë ta bësh më mirë këtë punë dhe ke të paktën Instagramin që të ndihmon, edhe në fakt të ditës ke edhe familjen tënde në YouTube, sepse ne jemi këtu dhe do të ndjekim, edhe kjo më dha shumë zemër dhe thash, ok, do e qaj YouTube, por do hap një YouTube tjetër dhe të gjithë ata që më duan do më ndjekin aty.
Edhe më dha shumë zëmër kjo gjë. Edhe prandaj them që ajo që më dha më shumë ishin videot me Ruçin, ishin videot e mia kur unë isha e vogël, dhe në fakt ishin kujtimet e mia. Edhe u cënua jeta ime, kujtimet e mia. Por gjithmonë e dija që i kisha kështu krahët dhe shpatuat e ngrota, sepse mund të hapja një YouTube tjetër dhe jam e sigurt që ju do vinit përsëri aty dhe ju falenderoj shumë sepse në fakt është një mbështetje shumë e madhe kur e di që ka goca që të ndjekin, ka goca që bëhen merak për ty dhe ka goca që do të ndjekin kudo, edhe në një kanal tjetër, edhe në një kanal me 100 ndjekës, apo edhe me 10, s'ka gjë, nëse ti e do atë gjë, thjesht nise edhe bëje. Edhe ky ishte ngushëllim në fakt. Edhe kështu, jemi këtu te kanali, dhe është video e parë pas një rikthimi, mund të them. Edhe them mirë të më bëhet, dhe thëra mirë të më bëhet, sepse e lash YouTube-in pas dore, po punoj ka shumë të mbire, po punoj për Instagram, dhe YouTube-in nuk ja kam varur fare YouTube-it këtë muaj. Mirë më bëhet, kur nuk i vlerësoj gjërat që kam, mirë më bëhet, sepse ndonjëherë kuptojmë rëndësinë e gjërave që kemi kur ne ju mbasim ato. Edhe unë ja kam kuptuar shumë vlerën YouTube-it, edhe do jem më aktive, jo për t'ju bërë ju një premtim, por për veten time, sepse kujtimet janë shumë të bukura dhe mua më pëlqen që të tregoj sa më shumë gjëra dhe jam më e frymëzuar, jam më produktive kur filmoj dhe më pëlqen kjo gjë. E adhuroj të filmoj, të kap skena të bukura, të bëj video, të flas në fund të ditës. Kam nevojë që të flas, të dëgjohem. Edhe çdo njeri ka nevojë të dëgjohet. Edhe është shumë mirë kur gjen një hapësirë dhe shpreh ato mendimet e veta dhe ndjenjat e veta. Edhe nisa këtë gjë 17 vjeç edhe bëj këtë vit 27. Plakëm! Edhe kështu, unë po e mbyll këtë video sepse do nis një vlog të ri. Edhe ju kam vendosur, do ju vendos edhe disa skena të bukura nga Dhjetori, që unë kalova në shtëpi, kalova motrën, edhe ju uroj një vit sa më të mbar. Mua më nisi pak keq, por tani është shumë mirë dhe çdo gjë u rregullua. Edhe më bëri më të fortë, më bëri që të kuptoj dhe t'ja di vlerën më shumë gjërave. Ndonjëherë duhet të humbasim diçka që të bëhemi dhe nisa në ardoka. U kuptua gjithë esenca, u kuptua gjithë. Jam shumë të faleminderit YouTube-i. Për zotin. Faleminderit të gjithëve. Që në bërë merak, në shkruar të çdo gjë. Ju falenderoj shumë, ju përqafoj shumë dhe ju uroj një vit sa më të mbar. Edhe mos u dorëzoni asnjëherë. Punoni për ëndrat e tuaja, luftoni. Edhe mos i merrni me stres i marrun të gjërat. O, të shmëndoni mua! Nise. Faleminderit që ndoqët këtë video, faleminderit që u bët merak për mua dhe mirë se erdhët në një kapitull të ri. Në një rikthim. Sot jam veshur edhe kështu. Këto bizhamkat e mia sa të bukura që janë. Gjëra fjala. Ika. Ciao! Faleminderit, ciao! Shpo shkon të shofi arthyesin. Outfit of the day. Outfit of the night. Is this so late to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet. Mirëmëngjes, është data 25 dhjetor dhe ju uroj të gjithëve gëzuar Krishtlindjet. Unë me Alvin tani po dalim, kemi kënduar në përshpi gjithë mëngjesin. Gjitha këngët i kam kënduar të Krishtlindjeve, por janë Krishtlindjet njerëz. Edhe më pëlqen kjo
kjo ndjenja e shpresës, fëmia brenda vetes. Edhe do dalim, do ham një mëngjes, ndoshta bëjmë pak pazar, do dëgjojmë tek makina jon muzikë Krishtlindjesh, edhe do shohim Tiranën në bajtur koncert. Kam një orë vetëm këndoj, dhe shikoj video, qaj, dhe janë Krishtlindjet e gjëra kështu. Edhe jam tip shumë emocional. Por gëzuar të gjithë që e festoni. Shpresoj që ta keni festuar bashkë me familjen tuaj edhe më e rëndësishmja të kemi shpresën brenda vetes që çdo gjë të rregullohet dhe do bëhet mirë dhe mos të stresohemi edhe çdo ëndër dhe dëshirë të na realizohet. Edhe Alvio kishte ndarë sot për punë, po tamam punë, edhe tha, nëse tha të shijoj edhe unë Krishtlindje dhe do dalim që të dy. Që kështu gëzuar. Natë shenjtë. Gëzuar njerëz, gëzuar, po ne po festojmë. Out. Hello, përshëndetje, sa ko pa folur, por realisht ta se mbaj më të fare kur e kam afër për të fundit, ndoshta tek arthyesi. Edhe jemi në Policçan, jam me Alvion, sepse sot ka ditëlindje, nëna e Alvios edhe 100 vjeç, se harrova t'ja thoja. Edhe do shkojnë për drek, edhe kështu do jenë ata të fisit të Alvios. Edhe Alvio më tall, këtu do ta them këtu para, sepse unë erdha me Hunters edhe I harrova këpucët në shtëpi, këpucët e tjera, zbet bashkë. Edhe nuk mund të vishë Hunters në një event, edhe I bleva një palë mamit, një palë si aksa, por jo aksa original. Edhe Alvio më thot mua duken që janë fake. Edhe shko sa I ke, sa më pasot, në mend më thoshte sa e lezetshme je bërë, sa e bukur je bërë, je ylli, je kështu jashtu, më dhe si ke ato këpucët. Edhe sa shi jo, nuk tash vish më mirë Hunters sa këto tash. Po. Kështu nuk sa shi. Dhe gjithë do të dallojnë që janë fake, tha. Edhe unë mamit ja mora kështu për në punë, tiket për të jetë, do më thënë që t'i ri këmba ngrohtë, se kështu janë shumë të lezetshme, janë identike, thjesht nuk kanë atë aksa, nuk janë aksa. Ja ku është aty, edhe nuk e keni iden sa keq më ka bërë që të ndihem. Sepse nuk kam alternativë tjetër. I thash hajde ikim berat, më pli këpucë, mi që do. Edhe unë jam veshur shumë thjesht, kam vesh gjinse, një pullover, një palto, edhe këto aksa fake. Thjesht doja që të qaj hadhin edhe të më kuptoni që sa keq mund të ndihet një person që është bukuruar, është bërë edhe vjen tani del tek I dashuri edhe sa e shef thotë të tallë. Të tallash. Do të çoj te ku çohet këtë rast, edhe shimin që thjesht jo nuk po egzagjeroj, por realisht u ndjeva goxha keq se si çdo vajzë që përpiqet edhe në vend që të ketë një partner që ta mbështesi, ti thoj gjithmonë sa e bukur je bër, çdo ti. Po e bëj që të ndihet keq. Se vërtet. Rea ti di që kishe event, më bëj kota. Gjë tjetër se kishe ndarë do vje. Në Fush Peshtan, është ai lokali, nuk është as në Berat, as në Policçan, është mitis. Edhe tani unë s'mund t'i ke vesh fustan në Fush Peshtan. Unë s'vesh fustan vesh shumë rrallë, qofse keni vëre. Edhe kështu lëre fare se s'kam marrë rroba, nuk jam përgatitur, okej, është edhe kjo pjesë, është edhe ky fajim, se do jem nuk sa ti e këta di unë, se do jenë gjithë ata njerëz që nuk I kanë takuar ndonjëherë. Po, mjeti mund të ashtu nuk do vija, se ashtu kisha të full me shpim, po, ndrova me një moment. Edhe kështu. Kujde jepni të drejtë. Mua, apo Alvios, apo të dy jemi se për shaka. Edhe kështu kam që po kështu jam bërë goxha nice. Edhe ta dini edhe palton jam ora erësit, unë për mua asnjë gjë dhe parfumin kam hedhur parfumin e mamit. Asnjë gjë kisha ardhur me xhup,
Pse s'kisha marrë me A vete. parfumin e netës o? Po, shumë i mirë ka dhuruar Ersi për vitin e ri vjet. Edhe mami që se kishte përdorur fare, i malësori la kutia. Ta shumë mami supozohet që ta kishte përdorur gjatë gjithë vitit. Tha, e po i ruaj për raste të veçanta, këta kam një tjetër, tha për më punë. E mirë bën. Edhe kështu. Faji është i imi. Jo, nuk është as fajin se unë kështu jam shumë e thjesht. Atje ku duhet jam e thjesht, atje ku s'duhet jam. Nisa, doja t'ju prezantoja edhe jemi në Policane, tani do vim në Policane dhe se si më duket që po ecim të dy këtu në Policane dhe na shohin njerëz e thonë çupën pikut, me çupën e Me makinë se po të isim kam dhe i takonin me çunin e Altinit. Policane. Paqim goca, çuna, se di që ka dhe çuna që na ndjekin. Tani do marrim edhe familjen e Alfios, se më morën mua në Pronovik, se unë vjedhe në fshati Loren. Se ne kemi shpinja. Këtu është pallati i qendrës, ne kemi shpinë aty ka të dytë. Po qëndrojmë tek ferma që kemi, që është 10 minuta me makinë larg në Policane. Është kështu, ai vendi i bukur që do ju tregoj në ditët në vazhdim. Që këtu do t'ju tregoj pak nga ditëlindja, po shumë pak, se vetë që jam sikletën, me këtë telefonin kështu, po mora në një video fshehur azoj, të fush peshtanit. Më thoj një qik. Më falë re ushi, për të gjitha. Thoj, për qa kërkon falje. Më falë që të bullizova, se më po bëja shaka. Nuk e kisha me të keq, thjesht. Më pëlqeu të bëja shaka me ty. Po ti unë nxeve më seriozisht. Ndi si do akmerem, do vishet kërkën pjetë qëto herë, ma si jam, do t'i thënë keq. S'më ndihmove djetë, mo. Keq. Titulli videos i dashurit i vjen tonë nga mua. Hej, mirë mëngjes. Besoj e kuptoni se ku jam. Jam këtu tek fabrika në Pronovik dhe kam dalën me Badin. Hajde Badi shpejt! Hajde, se do ikim! Hajde Badi! Badi, hajde këtu! Shpejt! Hajde! Oh, kemi orë që po luajmë. E tani ndoshta u mërzit ose u lodh, nuk e di. Frym pak herë, nuk e di nëse dëgjohem mirë. Por është dita e tretë këtu. Ja, kur them unë Pronoviku, Policani është ai qyteti atje, që duket e ka Hekodra përballë. Edhe dieta festa kaluam shumë bukur, u kënaqa, për të kërcyer nuk kërceva, se unë nuk di valle se çfarë kanë thënë, dhe nuk më pëlqen, por u kënaqëm se kishte shumë gëzim, edhe bëndolli për mua, edhe kështu. Edhe ushqimi ishte shumë i shijshëm. Edhe era në shtëpi, erdhe të Alfio këtej, bëm muhabet, bëm kështu muhabet si që bëhet në çdo familje shqiptare, që pasi keni ardhur ditën e parë, ditën e dytë e tretë, fillon secili me atë mendimin e vet, edhe jo debate të vogla, të shëndetshme. Por e keni parasysh atë harmonin që është në të njëjtën kohë, besoj në çdo familje. Edhe tani po përgatit mëngjesin mami me Ersin. Unë dola një xhiro, edhe po shijoj pak natyrën këtu, se dije, siç ju thash, nuk e kalova paraditën këtej se vajta tek festa. Edhe do mundohem t'ju tregoj sa më shumë t'i kem kujtimet e për veten time, se shikoni si ku viti. Kur ishim vjetë për vitin e ri, që ishte dhe Ersi dhe Andi, edhe kur erdhi viti tjetër. Kënaqa me Badin. Hajde me të sëku! Hajde! Hajde me zimër! Hajde këtu! Hajde dilqi! Hajde more! Hajde dilqi këtu! Qake! Hajde! Pse je më zhitur me mua? Pse je më zhitur me mua? Pse je më zhitur me mua? Hajde këtu! E mbani mend ke lysh të vogël Badin, është sa është rritur. Badi! Hajde! Pse je më zhitur me mua? Që të them më shuhit, më shmë bëj pist. Pse?
Ja. Ja.